Vetëm në 2 muaj buxheti i shtetit ka arkëtuar rreth 3.9 miliard lek nga procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme që nga nisja e zbatimit në muajin mars. Kjo ecuri është cilësuar si pozitive nga ministri i Financave Petrit Malaj, i cili theksoi se pritshmëritë deri në fund të vitit janë shumë të larta. Nga dhënat më të fundit që kemi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kemi vërejtur që ka një rritje të numrit të faturave të lëshuara nga përpunuesit apo grumbulluesit drejt fermerëve me NIP. Ka një rritje me mbi 23%, sipas informacionit që kemi marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerëve me NIP arrin në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimsi, i cili do të zgjasë deri në fund të muajit qershor dhe pastaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve. Ministri u ndal edhe tek procesi i kompensimit të fermerëve me 10%, ku theksoi se deri më tani janë afro 6.5 milion euro për tu rimbursuar. Në vetëm 2 muaj që nga momenti që ka filluar ky proces, të ardhurat e realizuara në buxhetin e shtetit kapin shifrën e 3.9 miliard lekëve, apo rreth 40 milion euro, çka në fakt dëshmon një interes të lartë të qytetarëve për këtë proces, por nga ana tjetër duke kontribuar edhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. Nëse do të bënim një krahasim të proceseve të rivlerësimit midis këtij procesi për gjatë vitit 2026 dhe ta krahasonim me vitin 2022, kur ishte edhe viti që u bë dhe rivlerësimi i fundit në vend, do të vërejmë që kemi një ecuri shumë më të mirë të ardhurave të realizuara nga ky proces, pasi në vitin 2022 për gjatë gjithë vitit ne realizuam rreth 5.6 miliard lek në total nga ky proces, ndërkohë që në vetëm 2 muaj kemi realizuar për gjatë këtij viti 3.9 miliard lek, çka dëshmon që ky proces deri në fund vitit do të jetë më pozitiv se sa i vitit 2022. Sa i takon ecurisë së përgjithshme të ekonomisë, ministri theksoi se përpos rritjes së ndjeshme të ardhurave tatimore dhe doganore, është rritur gjithashtu qarkullimi i bizneseve me 133 miliard lek ose 1.4 miliard euro më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Rritja është mbështetur në 3 sektor: shërbimet, ndërtimi dhe tregtia.